Që nge bërë shumë i bukur sot. Jam bërë çfarë? Që nge bërë shumë i bukur sot. Faleminderit, Gjeni, faleminderit. Një dhëndër. Lere mos mi kujto këto, mirëmbrëma vajza një, mirëmbrëma vajza. Vajzat janë bërë sot mos si dhëndërushe. Nuk e dia ke vënë re, po vajzat kanë filluar të vishen më shumë se unë. Po, tishi vajzat me janë bërë sot si nuse me pantallona. Nuse me pantallona. Tani, po thoje ti, Gjemi, që jo je bërë si dhëndër, jo si je bërë si dhëndër, me thonë drejtën këtë javë jam në një dasëm. Jeni një dasëm, hajde, kë marton, more. Op, imagjino mu 2 orë, 4 orë. O, që 2 orë. Ja. U shkëcej fare, po hajde po. Ja, vetëm kaq, Juli ti duket sikur është 2 orë, po janë thjesht 2 minuta. Po me qësë ishe kurioze ti, Gjemi, martoj një shokun tim. Me një shok, marton? A më mirë se s'ka me që. Fal, a ishit dhe ju këtu kur i thash po martohet një shoku im, po si me shok mëj? Pse më, që problemi ka më martohet falë? një shoku im me grune vetë, si me shok. A pse më avash, pse më bëgë shësi çuditur? Qa mendimi keti për martesat burr me burr, për shembull? Që na habitesh kaq shumë? Edhe njëherë, qa mendimi kam unë? Unë mendoj që nuk duhet bëhen, mendoj unë tash, se qa mendimi keti? Pse flet pa i provuar? Pse flet para kohe? Që është e vërteta nuk i kam provuar dhe as nuk do t'i provoj, por për të kuptuar se si është martesa me i burr, do pyes një shoqe time që është e martuar me i burr. Them, si është me të burrin? Ç'bëhet me të burrin? Juli, po tani për martesa në thelb është një lidhje dashurie. Për kushtimin ndaj njëri tjetrit. Po më lidhje dashurie është më burr me burr është pak kështu bën si korrent. E kupton ti? Se, shiko, burr me burr është, si më thon, është dalja nga Europa, jo hyrja në Europë. Është dalja. Kam thënë 100 herë mos fol pa i provuar gjërat, se ti flet me hamundësime. Fal, po mirë, gru me gru si është, e ke provuar ti? Jo, se kam provuar, po e kam imagjinuar. Dhe si është? Ama si është? Martes, besoj, shumë interesante. Ama si është 2 gra, aman, ha? Ç'bëjnë 2 gra, ç'mund të bëjnë? Shtëpia akull. Pastro, gjithë ditën të pastruan. Pastruan gjithë kohës, po, gatuajnë, patjetër, hekurosen. Po gjithë tjetër ç'a bëjnë? Gjithë tjetër çfarë bëjnë? Çfarë po imagjinon ti? Jo, asgjë. Po them se si e krijojnë familjen ishte pyetja. Si e krijojnë familjen? E krijojnë familjen. Nëse. Të lutem. Tani po e kuptoj, po e vërtet. Edhe ata kanë të drejta njerëzore. E drejt, bëjnë më ç'të duan. Si gjithë të tjerë, të bëjnë ç'të duan. Pra shko sa nuk të bëjnë keq ty, nga njerëz të ndershëm. Fare mor. Po, le ta shijojnë. Po ç'të bëjmë ne tash, ç'të sipas dëshirës tyre. Puna ç'mendon populli për këtë? Sepse ç'mendojnë qytetarët e këtij vendi për martesat burr me burr ose grua me grua? I kemi pyetur ne këto. Dhe hapi veshët dëgjoj mirë. Ç'mendim ke për këto martesat burr me burr dhe grua me grua? Tashi, këto janë fenomenet të kohës, ose sfidat kohës, që koha po i provon. Por janë si mosdëshiras personit, individëve, që i pëlqejnë. Sazan! Kjo është? Po, shije. Dhe këtë ma thot? Një intelektual. Të të them me ndërgjegje. Me ndërgjegje? Atyre zotërin deputetë të eqen mjekrën e tyre dhe t'ja vendosin grave në fytyrët, të veshën fustante grave, edhe gratë të shkojnë në përminjerat, të punojnë, e të marrën mushkat me dru, të venë në malë të kthejnë në shpi. Atë fenë aty e barazdia gjinore, po qarë këta janë terroristë më të fliqur se këta s'ka. Mashkulli duket që kur lindë. Edhe femrat i kanë fejtë që mbulojnë ato të paberët. Se ati si bën kuku që kur lindë. Qarë të fejtë? Ose do vim të gjeli. Gjeli, po gjeli qarë bën gjeli ama? Vërë 2 gjela në darke dhe në mëngjes vitë mjerë do jetë i gjallë. Skandaloze, Ti e di? Jo e di, kështu është e vërteta. Por si duash ti do bëhet? Jo më si dua, po si është e vërteta, Po kështu si do është e bëhet. vërteta? E vërteta është që burr me burr nuk martohet. Ja. Pik. As grua me grua nuk martohet. Ja. Marroj. Ja që dua. Ja, po nuk duan, është gabim, duhet të vi dhe njëherë me hoxha në fuqi se i rregullon ai këto punë. Dhe atëherë
do t'i qërohen mire sapet. Zoti Foni Ilia, pyetja është inteligjente. Do të patot parasysh që jemi në kontinentin evropian dhe ndjenjat të tilla burr me burr, grua me grua kanë dalë si në Shqipëri, po edhe në gjithë ka. Tani e tutje nuk do shkojnë më shqiptarët kërkojnë strehim politik në BE, por e kanë demokracinë në vendin tonë. E po të merret burri me një grua, as është para së dëgjuar. Jo, si e ka bota zemë, do besh. S'kemi të bëjmë, të matuar. Duam, E po që e burë me burë. Së të shkbajt në mëndja, ti të vetë. Ata po faqen i qikë dyre se ka shpjetën në gjoku. Punë të shtetit, punë të detit, s'ka pa. Mirë, të kërë që të vrasëm në mirë. E po të dish mirë. Që të bëjës jam këtu në rrugë, se e diun se çdo jetë. Shkopis. Bam. Ma s'ka ligje më të mëdha, s'ka ku të vej ma. Kështu e mendon ti? Jo e mendoj unë, e mendoj tër populli kështu. Ja dhe zëmërimi im në dorën tuaj si shpat, ti dalim banë kësaj pune. Këta janë për të bërë zhurmë. Hade! Për të bërë zhurmë në qa zhurmë dhe... Që ta heqës mendjen nga tjere? Ta heqës mendjen. Hade, me që doli një njeri me... Nga vjedhjet e votave, nga to... Doli Shaliu, i vodhen prapë. Ne si prindër shqetësohemi shumë, më kuptoni drejt, apo jo? Po flasim për nocionin. Qa nocionin, turbi bos? Një nocë rrok madhështore. Do qeshim tani. Pyetja serioze. Pyetja shumë serioze. Dhe pyetja dhe kjo metod, ky zakon i ri në fshat vjetër, doli për të zhdukur popullsinë, për të reduktuar popullsinë. Kaq. Bota duhet të pranohet. Kështu si që është. Ta mbyll gojnë. Pa tjetër. Ta mbyll fare. Jo, për se mbyll fare. Vazhdoj. Si lum ju për këto ditë bardha. Ka lezet kur të rritë martohen me dashuri. Është shumë e thellë kjo punë. Dhe si e tillë, mos i ngatroni shqiptarët me këto lloj mekanizma, të cilët nuk e kanë karakter shqiptarët. Të lutem politikan, ju vlerësojmë, ju duam fort, po mos na ngopë edhe këtë vul në lule të ballit. Faleminderit. Ta mbyll? Po. E mbyll. Hajde popull, bravo. Hajde, bëni që të doni, po mendoni se çfarë bëni. Nese, në 069-33-33-313, numri telefonit vënd dispozicion nga stafi fix fare për çdo problem që keni, të na dërgoni me foto, me video, kështu me radhë, me mesazhe, kështu me radhë. Tani, si fillim... Ka shkuar dikush në një ankesë për ty? Jo, kanë shkruar një falenderim. Falenderim? Falenderit fix fare, thot. Sa po ju dhash shqetësimin tim, thot, për makinën magazin të parkuar në rrugë, makina hoq, bravo, hoqin makinën, kanë hapur një vend parkimi. Ja. Besoj, thot, e mbani mend që përshëndeta Julin dhe Xhemin. Na përshëndeti, po. E mbaj mend, po ta gjejnë dhe publiku. Besoj e mbani mend denoncimin tim tek emisioni fix fare, ku unë përshëndesja Julin dhe Xhemin, i përshëndes akoma, sepse vendi është liruar dhe tashmë një qytetar tjetër ka vendosur makinën. Jemi te spitali i fëmijëve, ku i bëhej apel për punën e asajt garroqes. Garroqja nuk është më, edhe imazhi është më i bukur, dhe qytetarët kanë vendet e tyre të parkimit, pra vendet publike. Ju falenderojmë fiksi. Pra, Juli, ishte një makinë e bardhë, është vënë një makinë e zezë. Po mirë, paktën është një makinë e cila do lëvizi pak më vonë. Një magazin që s'postohet, nuk është fikse aty. Shpresoj mos tjetë ajo makina e bardhë ta ketë lytë zezë, po hajde, s'ka rëndësi. Do shkojmë në Kamëz. Në Kamëz, thot, nuk kemi rrugë. O, bo. Por gropa me ujë. O, zot, tash që fillon të bjen shi. Kemi një kërkesë, ju lutem. Kemi ngel 10 vite kështu në këtë gjendje, thot. 800 metra është rruga. Jepini këtë, transmetojeni se është shumë shqetësuese për ne si banor. Bashkia Kamëz nuk po bën ndërhyrje, ju lutem na ndihmoni. Atëherë i bëjmë thirrje Bashkisë Kamëz të shkojë atje dhe ta shikojë këtë vendin këtu, t'ia rregulloj njerëzve që të shkojnë njerëzit të shkojnë të vinë në shkollë dhe në punë si njerëz, jo kështu. Jo të lagur. Jo kështu. Shkojnë të thatë. Po pra, a keni shprehje? Kemi një thënie, po patjetër.
diktatura s'na linte të flisnim, në demokraci s'na dëgjon askush se ç'flasim. E kuptove? Tashi, është e vërtet. Po, tani nuk dorim të gjem broçkullat e tua, kupton? Jo, se në demokraci ke drejt ose të dëgjosh ose të mos dëgjosh. Ta kanë zgjedhur të mos ta dëgjojnë. Në diktaturë dinte ai se ç'do thoshim ne, prandaj na e priste gjuhën. Në diktaturë ishte ç'bëre ti si kalove mirë dhe kërciste druri nesër. Publicitet. Aman, mos na i këto.